Biodiversiteti sot është i kërcënuar nga shumë faktorë të ndryshëm, si urbanizimi, transformimi i habitateve natyrore, gjuetia, erozioni bregdetar e tjerë. Aktualisht në qarkun e Shkodrës situata paraqitet me mjaft probleme si kinetizimi i liçenit, derdhja e ujërave të zeza, depozitimi i mbetjeve në brigje, prerje pyjesh, flora dhe fauna kërcënohen pasi kanë ngelur pak territorët e paprekura nga dora e njerëzit, mungesa hapësirave të gjelbërta, urbane e tjerë. Biodiversiteti në fakt sot ndihet shumë i kërcënuar për shkak të presionit të vazhdueshëm të aktiviteteve njerëzore, kryesisht zhvillimit të ekonomisë. Janë transformuar mjedise të tëra natyrore, sipërfaqja e pyjeve është degraduar, është prerë dhe natyrisht pyjet janë habitate me shumë vlerë për lloje të florës dhe të faunës egër. Probleme sot paraqiten edhe me pellgun në mbledhës të liçenit të Shkodrës dhe me gjithë ujërat të tjera të brendshme. Mbrojtja e ekosistemit dhe përmirësimi i politikave mjedisore ndihmon në zhvillimin cilësor të këtij sektori të rëndësishëm, thekson Dibra. Unë do të veçoja liçenin e Shkodrës në fakt për afërsinë dhe njëkohësisht për mundësinë që ka ai të shfrytëzohet si një ekosistem me vlerë, por që duhet të shfrytëzohet në mënyrë natyrisht të qëndrueshme, të krijohet njerëzve mundësia e zhvillimit ekonomik brenda premisave të qëndrueshmërisë. Biodiversiteti duke qenë një vlerë për zhvillimin ekonomik dhe social, kërkohet me shumë angazhim nga ana e komunitetit dhe aktorëve lokal për përdorimin e qëndrueshëm të tij. Zhvillimi i ekoturizmit, agrobiznesit, bujqësisë në tërësi shihen si premisa afatgjata dhe të qëndrueshme të biodiversitetit dhe ekosistemit në përgjithësi.